Selamu alaikum. Të nderuar vëllezër, motra. Nga leximi edhe dëgjimi i dietarëve në përderset e tyre kam arritur me një konkluzion. Këtë këshill po jap vetes para se më ia dhon juve. Ulemat e gjitha kohrave vetëm për një gjë janë bë pishman në fund të jetës tyne, veç për një send. Domethënë paramendo Ibn Taymija rahmetullahi alaihi, ai tjetri, ky tjetri, gjithat dije, me nxansa, me derse, me shkrime, në fund po thojnë jam bë pishman për këtë, jam bë pishman për atë. Cilla është ajo gjë për të cilën janë bë ata pishman? Marrja, angazhimi më shumë me Kur'an. Pra mendoj një dietar i cili, kush do të qoftë ai, ka shkruar 100, 200, 300 libra, i cili i ka mësuar nxansa 30 vjet, 50 vjet në xhami. Në fund po thotë, mirë, kret në rregull, pse s'jam angazhuar më shumë me Kur'an? Ibn Xhauziu që thuhet që ka shkruar mbi 1000 libra. Përmendet në biografinë e tij se mas moshës 80 vjeçare, kur i kanë ardhur derset s'ka mujt më, i ka thonë djalit vetëm çat e filan mësuesi me mësu kirajetet, llojet apo stilet edhe format e leximit të Kuranit. Domethënë ai ka ditë atë formën bazë, por ka edhe disa forma, domethënë ka dashur më u marr me Kur'an më shumë me veten e tij. Çka themi? Ulemat kanë përmend që edhe nëse nuk ke kohë me bë dua, për shkak se je i angazhuar me lexim të Kuranit, Allahu xhaleshanuhu ti pranon duat, hiç pa i bën ato dua, për arsye se je i angazhuar me diçka më të dobishme se sa duaja, leximi i Kuranit. Prandaj po them, nëse doni me ditë koha më e vlefshme ku mund të shfrytëzohet mas farzëve, mos ta keq kuptojmë. Farzët është namazi, është haxhi, janë farzët që dihet se cilat janë. Mas farzëve, koha më e mirë që mund ta shpenzosh, edhe për cilën kur nuk ki më bë pishman, është leximi i Kuranit. Aman, lexoni, meditoni, lexoni me përkthim, kuptojeni ata dhe qeteni në praktikë sa të mundeni, kur s'keni më u bë pishman. Selam aleikum.